Interesant është fakti se si Simone Inzaghi arriti që të humbi titullin edhe në Arabinë Saudite me një super ekip, le të themi, patjetër kishte një kundërshtar të fortë si Al Nassr, por megjithatë po të shohësh vazhdimsinë e kampionatit, domethënë gjithë rrjedhën e kampionatit, kishte aq shumë pikë në diferencë dhe si arriti ta humbi këtë kampionat, është pak a shumë një fotokopje, le të themi, e dy kampionateve të humbur nga Interi, një kampionat të dhuruar Milanit dhe një kampionat të dhuruar Napolit. Nuk është kjo video pikërisht për të sharë Simone Inzaghin, sepse patjetër është një trajner i cili i bën ekipet që të luajnë shumë mirë, është një trajner që performon, lojtarët performojnë me të, bën një futboll proaktiv, le të themi, por i mungon pikërisht ai personaliteti, le të themi, sepse nuk ka shpjegim tjetër se si ti mund ta lëshosh kaq shumë pikërisht në atë rashin final, ti mund ta lëshosh ekipin, ndoshta nuk gjen motivimin e duhur për lojtarët dhe absolutisht është një trajner që Interi t'i ka dhënë shumë, sepse mos të harrojmë 2 finale të Champions League-s, një titull i fituar, Superkupa etj. Por realisht me ekipin që ka patur Interi, të paktën ato 2 tituj, nuk po flas për titullin që fitoi Spalletti, por titullin që i fali Contes vjet dhe titullin që i fali Milanit është e patolerueshme dhe është pikërisht ky demonstrimi më i saktë dhe më i dukshëm, le të themi, që Simone Inzaghit i mungon diçka, i mungon pikërisht ai personaliteti që tham. Është krejtësisht e habitshme dhe siç e thash edhe kampionatet faktikisht janë fotokopje, edhe ky kampionat që humbi në Arabinë Saudite, por edhe kampionatet që ka humbur Interi, është një ekip që overperformon shumë mirë, sidomos pjesën e parë të kampionatit, performon jashtëmase mirë, krijon distancë me ndjekësit dhe më pas pikërisht atëherë kur duhet që ti tregosh dhëmbët, pikërisht atëherë ti e humb çdo gjë. Domethënë është realisht e habitshme, është shumë e habitshme dhe e frikshme edhe ngjashmëria se si humbet. Kështu që patjetër futet elementi fat, futet elementi kalendar etj, gjitha investimet nuk kanë munguar, por është e pashpjegueshme. Nuk e di, më jepni mendimin tuaj, çfarë ide keni, dhe siç e thash, kjo video nuk është për të sharë apo për dal kundër Inzaghit, por fakti është që me një ekip si Interi këtë vit, me një trajner pa eksperiencë, duke vazhduar edhe në linjën e Inzaghit, Kivu arriti të shpahet kampion. Nuk e di çfarë mendimi keni për këtë.